Homs Bytyqi, shqiptari i cili u merrte para shqiptarëve në Kosovë dhe Shqipëri, me premtimin se do t'i u jetësonte ëndrrën për një vizë pune, u arrestua nga Policia e Republikës së Shqipërisë më 16 prill të 2025-s. Në njoftimin e Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit në Shqipëri, dërguar në adresën e emisionit Kiks Kosova, thuhet se arrestimi i Homs Bytyqit ka ndodhur pas 3 muaj shëtime mbi kallëzimet e disa qytetarëve për mashtrim, operacion ky i quajtur premtimi. Ajo kujtohet Homs Bytyqi, i cili po mashtron të shqiptarët këndej andej kufirit me viza të punësimit. Madje së fundmi ai kishte lansuar edhe një ofertë për viza kroate. Pas interesimit të Kiksit në Policinë e Shtetit, të njëjtit kanë bërë të ditur se ai është arrestuar nëpërmjet një operacioni të koduar apo të emëruar premtimi. Pikërisht ishin premtimet ato që e foto në borgje tashmë prapa grilave Homs Bytyqin. Ashtu siç specifikohet në këtë njoftim, njëjtë kishte raportuar edhe Kiks Kosova mbi historitë e shumë qytetarëve të cilët në kombim të një vizë pune kishin paguar 1.000 deri në 1.500 euro. Dokumentohen 3 raste të marrjes së shumave të parave me anë të mashtrimit gjatë muajit prill, si rezultati i hetimeve të kryera gjatë 3 muajve nga specialistët e seksionit për hetimin e krimeve ekonomike dhe financiare. Në drejtimin e prokurorisë mbi kallëzimet e bëra nga disa shtetas për mashtrim me kontratat e punës, është finalizuar operacioni policor i koduar premtimi. Si rezultati i operacionit u arrestua shtetasi kosovar H.B, 41 vjeç, banues në Kosovë. Gjatë muajit prill 2025, ky shtetas nëpërmjet kësaj mënyre mashtrimi ju ka marrë para 3 shtetasve. Në Kiks Kosova, një qytetare nga kryeqyteti shqiptar në kusht të anonimiteti kishte folur publikisht për mashtrimin e Bytyqit përmes kompanisë së tij Visa Travel Agency. Ajo kishte bërë parapagimin prej 2.000 eurosh, ndërsa 8.000 euro të tjera do t'ja bënte kur të marrte pasaportën në dorë. E njëjta qytetare kishte vendosur që ta padis Homs Bytyqin. Më kërkon 2.000 euro. Në rregull, i jap 2.000 euro. Dhe i them të lutem mos u mashtro. Bytyqi kishte kohë që po ushtronte veprimtarinë e njëjtë, fillimisht në Kosovë, pastaj në Shqipëri, që në shtator të 2022-s Kiks Kosova kishte publikuar histori të 10 qytetarëve, të cilët kishin folur për emisionin, duke treguar hallin e njëjtë. Në këmbim të pasaportave vizave të punës, Homs Bytyqi ju kishte marrë prej 500 deri në 2.000 euro, e më pas nuk kishte bëri gjallë më. Sanena ka kalu 90 ditë, por ai nuk më lajmëru kur gjë, as për termin që më ka apliku, as mesazhet nuk më ka kthy as kur gjë. Pagesën që e kena bërë, do të thonë më kthy brenda 90 ditë. Edhe ku më prit gjatë kësaj periudhe, pagesa nuk është kthy në vend. Kanë konkuru për kanë i termin në nabu, edhe nuk jenë mirë më me një veç. Vetëm pasi Kiks Kosova transmetoi këtë hulumtim, Homs Bytyqi i gjendën në mes të një presionit të madh, filloi të jepte data të ndryshme se kur do të kthente parat. Mandoj aplikantët të presin sepse ne kemi qenë dhe do jemi korrekt dhe do të përgjigjemi me korrektësi çdo ankese dhe rimbursimin mjeteve do të bë maksimum deri me datën 24/12/2022. Rastet kur Bytyqi po i kthente këto para ishin të ralla. Pjesa dërmuese të dëmtuarve shkruanin vazhdimisht në adresat e emisionit se parat ende nuk ishin kthyer. Madje kishte gjetur kohë edhe që të ironizonte me klientët e tij, të cilët i kishte dëmtuar, duke i thënë se duhet të kenë durim. Madje duke u marrë shembuj të tij, si ajo e fasulës që shqiptarët se presin të ftohet. Shqiptari 5 orë pret fasulin me uzi e 5 minuta nuk pret me uftap. Shumë prej viktimave kishin bërë kallëzime penale në Policinë e Kosovës, por që asnjëherë ky institucion nuk kishte marrë ndonjë veprim drejt arrestimit të tij. Homza, pasi nuk la vend për vete në kompaninë e vet në Kosovë, vendosi që ta shijojë edhe tregun shqiptar. Madje duke ndruar emrin kompanisë nga punso.eu në Visa Travel Agency. Për shkak të ulumtimeve të Kiks Kosovës, Bytyqi po kishte probleme që të zgjerohej atje, andaj kishte kërkuar nga emisioni që të largohen materialet e publikuara, me arsyetimin se po i bënin probleme për të zgjeruar e për t'i besuar klientët atje. Të gjitha këto përsëri me premtime se po i bënte parat për t'i kthyer listës së gjatë të burxhlenjve.
Ndonse i iki syre të kosovarëve, Bytyqi nuk i shpëtoi dot lupës së shtetit shqiptar. Sipas policisë atje, hetimet mbi veprimtarinë e Hamz Bytyqit po vazhdojnë lidhur me dokumentimin dhe identifikimin e personave të tjerë me të cilët ai ka bashkëpunuar. Të gjitha këto materiale njofton policia se tashmë janë dorëzuar në Prokurorinë e Tiranës për të vazhduar procedurat e tjera gjyqësore. Keks Kosova ka nisur pyetje edhe në adresën e prokurorisë, mirëpo deri në transmetimin e kësaj kronike, emisioni nuk ka pranuar përgjigje nga ky institucion.